Nis edicioni jubilej 25 në fakt, profesor. Çfarë sjell risi në këtë edicion konkursi ndërkombëtar për interpretuesit të rinj? Tashmë jemi në edicionin e 25 të çmimit Pjetër Gaci, i cili nga viti në vit ka duke u zhvillu dhe duke marrë atë profilin e tij dhe duke pru patjetër edhe risi. Ky vit është i ngarkuar pak më tepër me konkurrenta nga studentat që studiojnë për bachelor dhe për master. Nëse vite tjera kena pas më pak studentat dhe garusa të kësaj moshe, këtë vit kena më shumë garusa, kena edhe pjesëmarrje shumë të kënaqshme, ashtu siç është tradita e këtij aktiviteti dhe shpresojmë që të shkojnë mirë dhe të kemi edhe një natë finale të suksesshme. Faleminderit.